Na për shembull kemi rastin kur i themi s'po shkon në ders. S'është patjetër këtu, tani hoç, ku dush yti që ti e parapëlqen. Çka thot? Thot s'kam vakt. Pse? Thot po duhet kështu, po duhet ashtu. Ti përmend disa gjëra të cilat nuk po themi që gjithmonë janë të parësyeshme. Por po kalojmë te kjo pika që atë është i shpërqendruar njeriu, atë e hub udhën në borë, sa ka herë nuk ka kohë për gjëra të cilat ja mbledhin zemrën. Ja mbledhin. A ka pas raste kur ti ke marr punë në firmën tënde, sa ke hub orientimin ti? E ke hub orientimin. Ke hub. E plesht mund kanë këshillu një plak i mençur që ka pas biznes. Më ka thonë merr punë veç qatë sa mund është timi bomball që se hub orientimin. Se kur ta hub orientimin, ki mu detyru me rajt njënin tjetrin. Kur ta hub orientimin, se ke marrë s'po mund me mujt, po takona me marr punë, me fitu ma shumë. Ti ki mu detyru mos me bo punën taman, me kry ma shpejt. Edhe ibadetet kur ta hub orientimin, zamra kur shpërqendrohet, ibadetet nuk mund mi bo taman, ki me fal farzin, s'ki me fal sunetin, s'ki me pas kohë. Ke lexu Kur'an, ka 20 faqe në ditë, kimi lexu ka 2, s'ki me pas kohë. Mend namaz, nëse hoxha vonohet, nuk kimi pas mend namaz, kimi pas mend të biznesi. Prandaj, duhet me pas kujdes,